Mbi 13.000 është numri i nxënësve që aktualisht ndjekin arsimin dual në Maqedoninë e Veriut. Në panel diskutimin e përbashkët të organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Oda Ekonomike, numri 1 i arsimit Vesna Janevska tha se arsimi dual si projekt u ndihmon bizneseve sepse janë ata që përballen me mungesë kuadri dhe ky projekt sipas saj ndihmon në krijimin e kuadrove profesional dhe forcës punëtore. Sipas Janevskës, arsimi dual si projekt po rritet në vazhdimsi, si në aspekt të numrit të nxënësve, po edhe të kompanive që janë të kyçura në këtë projekt. Paraleli duale janë tregues i fuqishëm i avancimit të këtij procesi në arsim. Numri i kompanive është në rritje. Do ju rikujtoj se numri i kompanive të kyçura në këtë proces është një nga indikatorët e agjendës reformuese. E kemi arritur, po edhe e kemi tejkaluar, jo pse është pjesë e agjendës reformuese, por sepse është e nevojshme për vendin ton. U nevojitet kompanive tona. Këtë e arritëm me ndihmën e sektorit të biznesit. Kreu i Odës Ekonomike Branko Azevski tha se në të kaluarën ka pasur hamendje nga bizneset për këtë projekt, por shtoi se deri më tani është realizuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Azevski deklaroi se si Odë kanë krijuar strategji për implementim edhe më të mirë të këtij projekti në të ardhmen. Të gjithë projektin Azevski e ndërlidhi me një dozë nga ironia politike që e kanë ndjekur Odën ndër vite. Është projekt që është implementuar në mënyrë të përkryer. Herën e parë ishte në vitin 2005. Na thanë se jemi Odë e oligarkëve. Doli që këtu s'kishte oligark. Pastaj na thanë Odë e kompanive të mëdha, por doli që ka edhe kompaninë të vogla. Në 2009 na thanë se s'kemi qendrim. Botuan 5 libra dhe dhanë përgjigje për çdo pyetje. Na thanë edhe komunista. E tani kur po bashkëpunojmë me Vomoron, nuk jemi komunista, do të përfundojmë si nacionalist. Ndam 3.4 milion euro për arsimin dual, e përmbyllum edhe si proces arsimin dual, por kemi edhe koncepte se si do të veprojmë për gjithçka në shtet. Deri më tani, arsimin dual si projekt e implementojnë 900 kompani në 14 sektor të ndryshëm me 1500 mentor të certifikuar.